Shikues të nderuar, jeni duke qëndruar me ekranin e televizionit të UTA me programin e Kurban Bajramit kushtuar kësaj feste. Kurban Bajrami është një nga festat më të mëdha dhe domethënëse në Islam. Ai nuk është vetëm një ritual fetar, por një festë që mbart mesazhe të fuqishme sakrifice për kushtimi, solidariteti dhe dashurie mes njerëzve. Në këto ditë të bekuara, besimtarët kujtojnë devotshmërinë ndaj Zotit, forcojnë lidhjet familjare dhe hapin zemrat për falje, mirësi dhe ndihmë ndaj të tjerëve. Me neve sot në këtë festë të Kurban Bajramit kemi nderin dhe kënaqësinë që të bashkëbisedojmë me Behlul Kanaqin, zëvendësreisit i Bashkësisë Islame në Maltëzi. Gëzuar festën e Kurban Bajramit dhe mirë se erdhët. Gëzuar për shumë vjet, mirë se u gjeta. Faleminderit. Si po ndjeheni sot në këtë ditë feste dhe si e përjetoni? Po, është një, si gjithmonë Bajramit i përjetojmë në mënyrë shumë të hareshme, të gëzueshme. Domethënë, është një përjetim i veçantë. Ka një ndjesi të veçantë, sepse njerëzit vizitohen, shkojnë te njëri tjetri, shfrytëzojnë, sidomos mundohen të këto ditë të shfrytëzojnë maksimalisht që të bëjnë vizita, të rrinë me njëri tjetrin, etj. Pra kuptohet nga që është edhe varet fjalë për Kurban Bajramin, atëherë kemi edhe këto, domethënë, detyra të ekstra në krahasim me Bajramin tjetër të Ramazanit. Gjithkusht sipas mundësive mundohet me bë kurbanin, me thërë kurban, me ndatë pjesën e mishit, kush si i takon, do thotë, është një, me vërtet është një jetësi e veçantë. Çfarë bën Kurban Bajrami një nga festat më të veçanta në Islam? Po, Kurban Bajrami, në fakt, historiku i tij, përsa i përket praktikës se si ne e realizojmë sot, është që fillon qysh në kohën e Ibrahimit a.s. me të birin e tij Ismailin, dhe pastaj në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Kurban Bajrami fillon në vitin e 2 të Hijretit, pra ka ana historike, aspekti historik. Veçanëria e Bajramit të Kurbanit qëndron në atë se ai përmban në vete shumë elemente që në fakt e plotësojnë njëra tjetrën dhe plotësojnë edhe besimtarin. Njerë vetë fjala Kurban Bajram do të thotë është një festë që ka lidhje të ngushtë me sakrificën, pra me bërjen e kurbanit, dhe kjo është një simbolik shumë e veçantë dhe rëndësishme për besimtarin. Në anën tjetër, ky Kurban Bajrami përfshin edhe anën e humanitarizmit, sepse një pjesë këtij mishit të kurbanit duhet të ndahet familjeve në nevojë ose nxënësve, studenteve, dhe kjo ka të anën e humanizmit, pra ana e sakrificës, ana e humanizmit, por edhe ka të anën sociale, sepse me rastin e Kurban Bajramit gjithashtu njerëzit vizitojnë, shfrytëzojnë maksimum këto ditë, shfrytëzojnë për të vizituar njëri tjetrin, për të mbajtur të lidhjet farefisnore, për të mbajtur lidhjet me të afërmit, në mënyrë që do të thotë ta mbajnë atë atmosferën ashtu siç e kërkon edhe feja Islame, do thotë atmosferë pozitive dhe atmosferë të hareshme, të harmonishme. Gjithashtu, Kurban Bajrami jo vetëm që thjesht është kufizohet me këto elemente që i përmenda, por ai ka lidhje një farë mënyre edhe me haxhin, sepse pikërisht pra dita e Arefatit, kur është dita e përfundimit të ritualeve të haxhit, Kurban Bajrami është si kurorëzim i këtyre ritualeve në një farë mënyre, sepse haxhilert në mblidhjen e ditën e Arafatit është si një ditë ku është në një farë mënyre sikur të ishin, edhe kuptohet, do thotë dalin para Zotit, mbidhen të gjithë sikur se të ishin në ditën e mahsherit, në ditën pra e fundit, dhe aty bëjnë lutjet, kërkojnë falje ndaj Allahut xhaleshanuhu që t'i falin gjunahet, që t'i pranojnë të gjitha ato ibadet që kanë bërë gjatë gjithë jetës, por sidomos edhe gjatë ditëve të haxhit, dhe pastaj ato e kalojnë natën në Muzdelife për të shkuar të nesme në Mina që të bëjnë kurban dhe të bëjnë ritualet tjera, siç është rituali i gjujtjes së shejtanit. Prandaj në një farë mënyrë ky kurbani e përbën edhe është si element përmbyllës, do thotë me ritualet përkatëse që i njëmora pak parë, për haxhin. Pra domethënë ka edhe këtë
pjesën që është ndërlidhur me haxhin. A është Kurban Bajrami vetëm një therja e kurbanit, apo ka edhe një kuptim më të thellë shpirtëror? Në fakt, Kurban Bajrami nuk duhet ta kuptojmë kurse thjesht si një veprim teknik. Pra një veprim, blejmë një kurban apo e porosisim ose ja autorizojmë dike që të na bëjë në emrin tonë ta bëjë kurbanin dhe gjithë nuk është ashtu. Do të thotë nuk duhet ta kuptojmë kurse si një vepër teknike, por duhet ta kuptojmë si një veprim, ibadetit në një farë mënyre ku besimtari përmes kurbanit në një farë mënyre simbolizon gatishmërinë e tij për të sakrifikuar për hir të Allahut xhaleshanuhu, simbolizon gatishmërinë e tij për të pastruar shpirtin, simbolizon gatishmërinë e tij për të thyer egon e vet, pra cilësin ose vetjakin e vet, po të quaj ashtu, ose unin, si më thonë me fjalë tjera. Dhe gjithashtu Kurban Bajrami, në fakt ky kurbani është edhe reflekton ose një farë mënyre është edhe një lloj për uljet ndaj Allahut xhaleshanuhu. Dhe këtë mas miri e shohim përmes tregimit që na flet Kurani, adhimushan, tregimit në lidhje me Ibrahimin a.s. dhe Ismailin. Ne e dim se Ibrahimi a.s. pa në ëndër se e bëri kurban të birin. Dhe këto desha dhe diçka që një not, të më thanë, një shpjegim i vogël për besimtarit e cilët e dëgjojnë këtë program, këtë emision. Në fakt, Allahu xhaleshanuhu në Kur'an nuk e ka urdhëruar Ibrahimin që ta bëjë të birin kurban, por e ka pa në ëndër Ibrahimi, ashtu na tregojnë ajetet e Kur'anit. Pra Ibrahimi e pa në ëndër se e bëri të birin dhe këtë ëndër e mori dhe do thotë ëndër e kuptoi në formën që duhet ta bëj këtë lloj sprove, duhet ta çojë në vend këtë ëndër që ka parë dhe çka shohim këtu? Këtu shohim tash gatishmërinë e Ibrahimit për të sakrifikuar çdo gjë në emrin të Allahut xhaleshanuhu, gatishmërinë e tij që materialen ta lajë në plan të dytë dhe shpirtërorën ta nxjerrë në plan të parë, dhe shohim edhe besimin e tij të fuqishëm në Zotin xhaleshanuhu, dhe shohim se ai botën e ka shikuar me një sy tjetër, jo me atë syrin e materialit, por me një syrin që kjo botë është e kalueshme, kurse bota tjetër, domethënë bota e ahiretit, është e amshueshme, dhe ajo botë është në fakt bota reale dhe bota e vërtet për një besimtar. Si qëndron fakti për ato që ndoshta japin edhe para për kurban dhe nuk e therin në shtëpit e tyre? Po, do të vijë edhe kjo, ma kujtojnë të lutem, sa ta përfundoj këtë pjesë. Kështu që në një anë shohim gatishmërinë e Ibrahimit a.s. për të sakrifikuar për hir të Allahut, pra dhe për t'i treguar Allahut se unë në radh parë ve Zotin xhaleshanuhu, pastaj pas tij vjen çdo gjë, dhe në anën tjetër shohim gatishmërinë e Ismailit a.s. të birit të tij, i cili me një perulje shumë të madhe, me një dorëzim të plot ndaj Allahut xhaleshanuhu, ju përgjigjte Atit, pasi Ati ndau ëndrën me të birin Ismailin. Ai nuk i tha Ismailit se o i birim jam urdhëruar që të bëj këtë gjë, por i tha o birim unë pash në ëndër se ty të bëre kurban. Të Ismaili do të thotë fjalët e Ibrahimit i mori me një herë, nuk i mori si fjalë trishtuese, si fjalë dëshpëruese, por përgjigja e Ismailit u bë në formën babai im vepro ashtu si ti mendon që si ti je urdhëruar ose si ti mendon që ti jetë më mirë. Prandaj në lidhje me këtë deshta them që pikërisht këtu qëndron ajo vlera e Kurban Bajramit, dhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an gjithashtu na shpjegon se asmishi, në një ajet ku përmendet therja e kurbanit, asmishi as gjaku nuk shkojnë te Zoti, por shkojnë veprat tuaja. Pra do të thotë shkon aja për urësia e besimtarit, gatishmëria e besimtarit për të sakrifikuar në emrin të Allahut xhaleshanuhu, dhe gatishmëria e besimtarit për të qenë gjithmonë i dorëzuar plotësisht te Allahu. Përsa i përket kjo që jepën të holla, do të thotë për ta prerë dikush kurban, është e vërtetë se tash kushtet e jetesës kanë ndryshuar shumë. Tash
unë pa flas personalisht për vete, tash përpara personalisht kam jetuar në përgjithësi, sidomos para se kam shkuar nëpër shkollim ose familje të ndryshme që kanë jetuar në kushtet e fshatit, ata e kanë thënë kurban të shtëpia. Por tash në kushte tjera njerëzit, ndoshta kush i ka shtëpi nëpër fshate të tjera ose që ka vende të posaçme, por jeton në kushte tjera në apartament, në një kat, dytin, tretin, katrin, atë pestin, kushte tjera të tjera, ty s'ke mundësi ku ta bësh kurbanin, ose duhet të shkosh diku, ta porosish një kurban, ta merresh dhe të shkosh aty të jesh i pranishëm, ose ekziston mundësia, dhe kjo nuk është veç praktike jone, apo është praktike edhe e shteteve islame dhe haxhilerët bile që shkojnë në haxh, ashtu pritet kurbani, o edhe në Turqi edhe në vendet tona, pra me autorizim. I jepet autorizim i personit caktuar që në emrin e personit në fjalë që pret kurbanin do thotë të realizoj ai, domethënë duke bërë nijet. Përveç kësaj, çfarë po shihni dhe çfarë po humbasim sot nga traditat dhe ndjenja e vërtete Kurban Bajramit? Po, gjithsesi tash në lidhje me këtë kuptohet se kjo që do të them është në fakt mirë do të jetë si opinioni im personal, nuk e di a do të pajtohesh do kush, por unë personalisht nuk e shoh, nuk më duket Bajrami i ditëve të sotme që kurse si, domethënë gjithsesi Bajrami ka met si Bajram, edhe festohet, njerëzit presin, domethënë bëjnë kurbanet e tyre, shkojnë për xhamia, xhamiat ka dash Zoti mbushen me besimtar, krijohet sadakuda, krijohet ajo atmosfera e Bajramit, ka ana teknike ose rregullave të Kurban Bajramit, çdo kush i respekton, nuk mund të themi asnjë fjalë do thot negative ose diçka lidhje me këtë. Mirë, po gjithnjë është fjala të atmosfera ose gjithnjë është fjala ajo shpirtërorja ose ajo ndjesia e Kurban Bajramit. Dhe për mendimin tim ajo ndjesia siç ishte dikur, unë nuk e shoh më se është, nuk duhet të them që ka tret ndjesie ose ka tret ajo harmonie ose ka tret, por më duket që njerëzit nuk vizitohen si më përpara, nuk shkojnë të njëri tjetër si më përpara. Unë më sa më kujtohet, sidomos në moshën e fëmijërisë, gjithsesi ndoshta edhe kushtet e fshatit e krijojnë atmosferë, nuk e di, por edhe në qytetet vogla siç është Ulqini, besoj që nuk ka qenë shumë ndryshe, por tash edhe Ulqini ndroi, nuk është mas Ulqini që ka qenë përpara, dhe njerëzit janë mbledhur në një shtëpi të caktuar gjatë Bajramit, 10 veta apo 15 veta në varet, edhe kanë shkuar së bashku në çdo shtëpi me uru Bajramin njëri tjetrit, edhe me të vërtetë ka qenë një atmosferë shumë e hareshme, shumë e gëzueshme, shumë domethënë e përjetueshme, është përjetuar me një ndjesi të veçantë. Por në një kohë shumë të shkurt ka ndryshuar shumë gjëra. Ka ndryshuar teknologjia një rreth parë. Gjaja më e vogël që unë prapë shkaj nga vetja ime, domethënë, gjaja më e vogël është tash për shembull marr telefonin dita para Bajramit, ulëm, e shkruaj një mesazh dhe ju nisi 100 vetëve ose sa kam aty me një herë, edhe e kryej atë punë. Domethënë është krejt teknike, nuk për mendimin tim nuk përbën ndonjë ndjenjë të veçantë, kurse para 30 viteve ose 30, pa thënë po më shumë, është nëse ke dash dikujt një personi që që ka jetuar në qytet tjetër ose edhe më larg në shtet tjetër, ti është dash me shku një market ose në një trafik, si themi, të blejmë një kartolinë, ta shkruajmë bukur me dorë, mendojmë se si do ta shkruajmë, si do t'i formulojmë fjalitë. Pra e ka pas një proces edhe kjo ta ka krijuar ndjesinë, po. Mandej është dash me shku në post, me vu pullën edhe me nis në adresë caktuar. Domethënë edhe ky që e ka nis atë që ka dërguar këtë mesazh, këtë urim Bajramit, e ka pas një proces, e ka një që bën diçka, edhe e ka krijuar ndjesinë e Bajramit, edhe ai që e ka prit atë kartolinë, për ta ka një ndjesi e veçantë sepse i ka ardhur një kartolinë për një qytet tjetër ose për një shteti tjetër. Dhe bilem kujtohen tash në arkiven tonë familjare, i kemi të ruajtura kartolina që i kanë pasur gjyshet, pastramet domethënë me roman në vitet 60-ta, ose edhe bile një kartolinë e kemi nga koha kur ishte në Shqipëri, në Shkodër, i ka ardhur nga një qytet tjetër i Shqipërisë, edhe ajo nuk fshihet kurrë. Këto mesazhet e mia që unë do t'i dërgoj dikujt, ata kanë me numrin telefonin, personi i caktuar, unë kam me numrin telefonin, tana kanë me tret, ndoshta kanë murujt siç janë ata backup e tjerë në Viber, vetëm gjithsesi ndra telefonin ndrojnë gjitha, kurse e kartolina alaruhet. Domethënë e kam fjalën, është bërë shumë teknike, njerëzit tashmë edhe
edhe jeta është bë në atë formë, ka marrë një formë jeta që më duket se njerëzit tash duhet përpiqen për të mbijetuar më shumë se përpara. Dhe prandaj edhe kjo ju tërheq vëmendjen njerëzve nga koncentrimi i plot ashtu siç duhet, nga përjetimi i Bajramit siç duhet. Dhe një prej gjërave tjera që unë besoj se ka luajtur rol ishte edhe periudha e koronës, ku ajo pati një ndikim të madh që t'i mësoj njerëzit të jetojnë larg njëri tjetrit, mos jetojnë shumë me njëri tjetrin, por gjithkusht shikoj punën e vet. Do të thotë teknologjia, domethënë angazhimi i njerëzve me punë të përditshme shumë më shumë se viteve më hershme, sepse ashtu janë kriju kushtet, rrethanat që duhet për të mbijetuar duhet punosh shumë më shumë se përpara, si dhe këto rrethana tjera që i numërova, do thotë të gjitha kanë ndikuar sadokudo që të mos jetë më ai përjetimi si një kohë i Bajramit, por gjithsesi respektohet kana teknike në punë. Koha shumë shpejt ka kaluar dhe ndryshon, shumë gjëra kanë ndryshuar në një periudhë të caktuar të shkurt. Por si mund ta shfrytëzojmë këtë festë Kurban Bajramit për të afruar më shumë me familjet dhe shoqërinë që kemi? Po pikërisht pra, do thotë duhet të ndajmë kohë, duhet ta planifikojmë mirë, do t'i planifikojmë mirë këto ditë të Bajramit, do të ndajmë kohë, nëse jetojmë larg familjes, vizitojmë familjet, paktën ato ditë t'i kalojmë me familjet tona, duhet të mundohemi maksimalisht të vizitojmë njëri tjetrin të afërmit, jo vetëm rrethin e ngushtë, por edhe të tjerë, do thotë ta ndjejnë, edhe mundësisht edhe fëmijët duhet t'i angazhojmë edhe t'i marrim me vete që edhe ato ta përjetojnë, do thotë këtë festë dhe t'i marrin këto lidhjet farefisnore, lidhjet e shoqërisë. Bile kështu na këshillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo vetëm me rastin e Bajramit, por raste tjera, por ne nga që ka dieta shumë dinamike, shumë e ngjeshur me punë, atëherë të paktën këto ditë të Bajramit është një rast shumë i veçantë, rast special që të paktën të shfrytëzojmë këto ditë për të mbajtur këto lidhje, për të ofruar më tepër, për ta bërë këtë festë ashtu siç duhet të bëhet. Po sa rëndësishme është edhe falja ndërmjet njëri tjetrit, ndoshta për këtë festë të bekuar të Kurban Bajramit? Është një pyetje shumë e rëndësishme dhe qelluar thamun, sepse pikërisht falja pra ka shumë është sakrificë. Do thotë falja ka shumë lidhje pikërisht me Kurban Bajramin edhe me Fitër Bajramin, por sidomos tash pse jemi duke folur për sakrificën. Të falësh është të thotë të sakrifikosh. Nuk mund të falësh çdo kush. Do thotë besimtari duhet të ketë një nivel shpirtëror pak më, unë e shikoj ashtu pak më nal, duhet të jetë i lidhur me Zotin më shumë, me Zotin më shumë, që të jetë në gjendje të falë. Sakrifikon diçka, do thotë sakrifikon një të drejtën e tij për të mos falë, po them ashtu, ose për të ruajtur të drejtën, do të thotë ti besimtari që fal, në fakt ai heq dorë nga një drejtë të tij për të kërkuar dëmshpërblimin ose për të kërkuar një lloj hakmarrje të saj është bëu atij. Bile Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë në një ajet, më duket se në surën Al-Fusilat, nuk kujtohet numri i ajetit, por ajeti fillon duke thënë nuk është e mira, do thotë nuk është si e keqja është tjetër, e mira është tjetër, dhe ata thotë që e përpin wal kadhimin al ghayz, dhe ata që e përpin thotë hidhrimin, dhe Allahu xhaleshanuhu edhe në Kur'an na flet për faljen. Dhe bile në një ajet i nxit një farë mënyrët i nxit njerëzit që të falin. Dhe thotë që nëse të keqen kthehet të keqen me të mirë, sepse idfa billati ahsan, pra ktheje me atë çka është më mirë, sepse ndodh që atë që ke pas armik deri me tani, atë do të thotë ai do të kthehet në një mik i mirë. Pra vetë Allahu xhaleshanuhu e këshillon pejgamberit, i thotë ndërsjellës edhe neve që
një farë mënyrë, siç është edhe fjala urdhër, ne nëse dëgjojmë me gorë, gjuje me bokë, do thotë ktheja brenda mundësive normal, ktheja të keqen me të mirë, sepse ndodh që nga një armik që ke ai do të shndrosh, armikun do të shndrosh në mik, dhe në një event tjetër, Allahu xhaleshanuhu i përmend wal afine anin nasi, do thot ata që falin njerëzit i përmend si persona bamisht dhe që i do Allahu xhaleshanuhu. Pra do thot, kjo e fundit është në suratul Ali Imran, pra thot ata që falin njerëzit, ata janë persona që janë i do Allahu xhaleshanuhu, janë për njerëzve të mirë, për njerëzve që veprojnë mirë. Prandaj jo vetëm të dy ajete, por në disa ajete tjera Allahu xhaleshanuhu e inicion i nxit besimtar që të falin. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive dhe pikërisht pra kjo është një sakrificë, një ndër sakrificat më të mëdha që mund të bëjë besimtari kur e fal atë tjetrin për një padrejti që ka bërë, Si të veprohet, e dim që njerëzit të gjithë jemi të ndryshëm, por në rast si të veprohet nëse ti do ta falësh atë person, por ai nuk do të jetë në një marrëdhënie të mirë me ty, si të veprojmë ndaj tij? Çdo gjë duhet bëhet brenda mundësive dhe brenda mundësive dhe brenda rrethanave të atëhershme që krijohen. Asgjë nuk mund të bëhet me zor. Të paktën njeriu duhet të marrë iniciativë për diçka. Dhe pastaj nëse iniciativa nuk realizohet, nuk është në dorën e besimtarit që konsekwencat, pasojat ose përfundimi i asaj iniciative me përgjegjësia, besimtari heq përgjegjësi nga vetja vet. Përgjegjësia e kalon tashmë tjetrit. Prandaj e kam fjalën që çdo gjë duhet të bëhet brenda mundësive dhe që ka besimtari. Jo gjë, nuk do të bëhet se besimtari nuk do të kur ta shtyr veten me bë diçka çka nuk ja duron shpirti ose nuk ja duron zemra ose psiqika e tij. Do t'i bëjmë brenda mundësive dhe me zemër. Nëse e bën me zemër, edhe Allahu xhaleshanu atë do të përfundimin do ta nxjerr, domethënë pozitivisht do ta nxjerr një përfundim të dobishëm. Por kurse si ne nuk mund të bëjmë asgjë me dhunë ose me zor. Çdo gjë duhet bëhet brenda rregullave dhe brenda mundësive të caktuara të besimtarit. Sa ka mundësi besimtari. Çfarë mesazhi ka Kurban Bajrami për të rinjët që po rriten në një kohë më shumë dinamik dhe me ndikime moderne? Mesazhi kryesor ose këshilla kryesore do të ishte që të mundohemi të ruajmë vlerat që kemi trashëguar nga të parët tanë, të rrim besnik traditës sonë, që kemi trashëguar, duhet të ruajmë disa principe themelore që shoqëria të funksionojë në mënyrë sa më të shëndetshme. Duhet të ruhemi nga individualizmi, sepse një shoqëri nuk mund të jetojë në mënyrë të shëndetshme, të suksesshme, nëse ne i kpusim çdo gjë, çdo marrëdhënie mes njëri tjetrit. Gjithsesi, prindërit duhet maksimalisht të respektohen, të afërmit gjithsesi duhet të mbajnë lidhjet pa marrë parasysh kushtet ose teknologji që ka ardhur, dhe një prej këshillave tjera do të ishte për të rinjt, sidomos sepse mundësitë janë pakufishme sot të krijojnë familje. Sot në këtë ditë feste të Kurban Bajramit, cili do të ishte ai urim për të gjithë ato që janë duke na ndjekur? Gëzuar festën e Kurban Bajramit, Zoti haxhilerëve që janë në haxh, inshallah i ban kabul haxhin. Neve që jemi këto, na ban kabul inshallah kurbanin, lutjet, ibadetet tona. Inshallah na ban prej besimtarëve që janë gjendje, janë të përulur ndaj Allahut, janë të dorëzuar Zotit xhel xhelaluhu, edhe që na ndihmon që të mbajmë mesazhet që na i përçon, që na i jep Kurban Bajrami, të na ndihmojë që t'i realizojmë gjatë gjithë jetës. Pra, të jemi në gjendje të sakrifikojmë për të mirën e njerëzisë, për të mirën e komunitetit ku jetojmë. Jemi në gjendje që
të majmë lidhjet farefisnore, lidhjet me familje dhe të funksionojmë në një mënyrë si që ka hije një besimtarit vërtet. Amin. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e këtij emisioni maraton kushtuar festës së Kurban Bajramit, gëzuar edhe njëherë juve dhe familjes suaj. Gëzuar, faleminderit edhe juve. Shikues të radio televizionit Teuta, me neve në studio kishim nderin dhe kënaqësinë që patëm zëvendës reisin e Behlul Kanaqi, ndërsa ne jemi duke vazhduar kështu bashkë me programin maraton kushtuar kësaj feste. Shpresoj që jeni duke u kënaqur me ekranin e televizionit Teuta dhe të gjitha këto intervista që kemi realizuar për këtë festë. Le të vazhdojmë tashmë edhe me një ilahi.